Ndryshimet kushtetuese janë detyrim i madh dhe sigurisht që mbi to duhet të punohet, këtë deklaroi ministri për çështje evropiane Orhan Murtezani, i cili praktikisht e konfirmoi atë që në intervistën për televizionin 21 e tha ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Angela Ageler. Jo zyrtarisht, po punohet për përgatitje në një protokolli të tretë për tejkalimin e kontestit me Bullgarinë, çka së fundmi e konfirmoi edhe presidentja Gordana Siljanovska-Davkova dhe për të cilin tha se në atë protokoll do të kërkohen garanci që në rrugën drejt Bashkimit Evropian vendi të mos bëhet sërish peng i mosmarrëveshjeve bilaterale. Murtezani tha se fillimisht do të përqendrohen për përmirësimin e marrëdhënieve e vetëm pastaj do të flitet për protokollin e tretë. Секако дека на уставните измени мора да се работи. Тоа е превземена обврска без која нема отварање на преговори и нема членство во Европската унија. Меѓутоа, како што нагласив, во моментот не може ние да зборуваме за процес на уставни измени, кога сите тие наши грижи или дилеми не се соодветно адресирани. А за да бидат адресирани, треба се воспостави диалог, редовен, да се врати довербата помеѓу двете соседски земји, за да може на европски начин да градиме заедничка европска иднина. Ambasadorja Ageler në emisionin Klik Plus në televizionin 21 tha se u shpreh bindur se po punohet për ndryshimet kushtetuese. 100% certain that they are working, know that they are working very hard in Brussels and in other European capitals to find a solution. But I can tell you that they are having conversations about paving the way. Now, whether that's effective or not, I can't speak to it because, again, I'm not in Brussels. Për integrimin evropian të Maqedonisë foli edhe ministrja për çështje evropiane suedise Jessica Rosengrantz në konferencën e përbashkët për media me ministrin Murtezani. Ajo theksoi se ndryshimet kushtetuese janë kyçe për antarësim në Bashkimin Evropian. Mendoj se pasi të realizohen ndryshimet kushtetuese, pres me padurim të fillojmë negociatat formale të antarësimit dhe në këtë drejtim e inkurajoi Maqedoninë e Veriut të shtyjë përpara përpjekje të reformuese me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe vendeve anëtare. Reformat që lidhen me sundimin e ligjit, pavarësinë dhe integritetin gjyqësorit dhe parandalimin e korrupsionit janë të një rëndësie kritike. Kryeministri Hristijan Mickoski që në shtator të këtij viti theksoi se janë të mundshme disa aktivitete dhe lëvizje lidhur me ndryshimet kushtetuese pas festave të vitit të ri dhe se pret ndryshime në pjesën e marrjes së garancive nga partnerët evropian. Ndërsa kryetari i LSDM-s Venko Filipçe dorëzoi një rezolut për vijat e kuqe të vendit në negociata, por nga pushteti kjo u refuzua.